Përderisa na merremi halo me tregime popullore, kinematografia serbe po propagandon kundër OÇK-s edhe përmes filmave. Muaji mars shqiptarëve të Kosovës më së shumti u kujton luftën, OÇK-n dhe lirinë. Pikërisht këtë muaj Serbia e zgjodhi si muaj të premierës së filmit të tmerrshëm anti-OÇK e anti-Kosovë. Filmi The Harvest është bashkëprodhim serbo-amerikan i bazuar në romanin serb Zemra serbe e Johonit, i cili u promovua këtë ditë në Serbi. Ky film rikthen pretendimet e pabazuara serbe për trafikim organësh gjatë luftës në Kosovë. Filmi trajton rrëmbimin dhe trafikimin e pretenduar të organeve të civilëve serb, duke implikuar në këtë rast Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës. Ngjarja në pika të shkurtra është kjo. Pas vitit 1999, një gjerman që kishte kryer një transplant zemre, fillon dhe e kërkon origjinën e saj. Sipas filmit, kërkimi e çon në Kosovë dhe me pas në të ashtu quajturën shtëpinë e verdhë. Në realitet, gjykata speciale ishte formuar pikërisht duke u bazuar mbi këtë akuzë, që është paraqitur përmes ish avokatit dhe politikanit zvicran Dick Marty. Per ironi, kjo akuzë u harru krejtësisht në gjykatën speciale dhe nuk u trajtu seriozisht prej kërkujt. Përderisa ne i kemi krejt argumentet për gjenocidin e shtetit serb në Kosovë dhe vazhdojmë e prodhojmë seriale popullore, Serbia edhe pse nuk ka argumente, propagandën e saj anti-Kosovë e ndërton mbi gënjeshtra edhe përmes kinematografisë.